Më tepër detaje lidhur me zgjedhjet që mbahen nesër në Maqedoninë e Veriut na jep në një komunikim të drejtë për drejtë në vijim Xhumadie Ibrahimi. Xhumadie, është gjithçka gati për zgjedhjet e ditës së nesërme dhe ku pritet që të jetë gara më e fortë? Po, përshëndetje, atëherë nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve këtu njoftuan se gjithçka është bërë gati, ku të gjithë materialet tani më janë në qendrat e votimit dhe aty ku qytetarët do të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, por gjithashtu njoftuan se edhe procesi gjatë ditës së sotme ku janë duke votuar personat të cilat vuajnë dënime me burg dhe personat e smut, gjithçka po shkon gati. Ata theksuan se të gjithë komisionerit dhe vëzhguesit do të vëzhgojnë situatën dhe për të shkuar gjithçka ashtu siç pritet në mënyrë fair dhe shumë demokratike, ashtu siç kanë qenë edhe të gjithë ciklet zgjedhore këtu në Maqedoninë e Veriut. Pra gara më e fortë pritet që të jetë në komunat shqiptare, pikërisht në komunën e Çajirit, ku e gjithë vëmendja deri më tani ka qenë e përqendruar aty, ku kemi edhe dy kandidatë shumë të fortë, është zëvendës kryeministri i parë zotëri Izet Mexhiti nga Vlenë dhe kandidati tjetër ish ministri i punëve të jashtme zotëri Bujar Osmani. Pra edhe në bazë të sondazheve thuhet se gara është shumë e ngushtë pikërisht në komunën e Çajirit, por gjithashtu garë të fortë pritet që të ketë edhe në komunën e Tetovës, ku sërish kandidon edhe kryetari aktual zotëri Bilal Kasami nga Vlenë dhe tani kemi edhe një kandidat tjetër i cili është i përfaqësuar nga AKI, nga Aleanca Kombëtare për Integrim, e cila është dominuese nga BDI. Mirë po, garë e fortë pritet që të jetë edhe në Korçov, ku tani kemi 3 kandidatë, një është i pavarur dhe një nga AKI dhe një nga Vlenë, por kemi edhe kandidatin e VMRO DPMNE-s, ku në këtë rast është në pikë pyetje se a do të fitohet që në raundin e parë Korçova ose do të shkohet në balotazh dhe apo rrezikohet që këtë radhë Korçovën ta drejtojë një kandidat tjetër i Partisë Maqedone. Por garë tjetër është edhe në Strukë kemi një kandidat të pavarur është zotëri Mendyqyra dhe të cilin pra e përkrah edhe një koalicioni Vlenë dhe kemi kandidatin e AKI-s. Pra në të gjitha komunat shqiptare, siç duket, gara pritet që të jetë shumë e fortë, mirë po VMRO DPMNE nga kampi Maqedon pritet se do t'i prikë kësaj gare për zgjedhjet lokale. E qartë atëherë, Xhumadie, të falenderoj për të gjitha këto informacione.